Moderatorja bukuroshe Kiara Tito ka sjell një tjetër moment të ëmbël dhe plot emocione nga jeta familjare, duke e ndarë me ndjekësit e saj në rrjetet sociale. Vetëm pak kohë më parë, Kiara publikoi një foto të vogëlushes Luna Mari ku ajo dukej e përqendruar, serioze dhe me një shprehje të sikletshme në fytyrë, gjë që menjëherë ngjalli reagime të shumta nga ndjekësit. Shumë prej tyre e komentuan atë pamje si një moment gjykimi të vogëlushes ndaj botës, ndërsa të tjerë u shprehen se edhe kur shfaqet e mërzitur, Luna mbetet padyshim një nga fëmijët më simpatik që ndjekësit kanë parë. Mirë po, për të mos lënë asnjë keqkuptim, Kiara vendosi të reagojë menjëherë me një video të re ku Luna Mari shfaqet krejt ndryshe. Në këtë postim të fundit, vogëlushja shihet e gëzuar, plot jetë dhe energji, duke nxjerrë gjuhën me një shprehje të çiltër dhe fëmijërore që i bëri të gjithë të qeshin. Kiara e ka shoqëruar videon me mbishkrimin: "Bëra shaka se nuk jam mërzitur, ishte thjesht momenti", duke sqaruar me humor se imazhi i mëparshëm nuk kishte asnjë lidhje me gjendjen e saj emocionale, por ishte thjesht një kapje e çastit. Ky reagim tregoi edhe një herë natyrën lozonjare të vogëlushes, e cila me vetëm disa sekonda në kamera arrin të fitojë vëmendjen e publikut dhe të bëhet temë diskutimi në rrjet. Ndjekësit u shprehen menjëherë se videoja ishte një nga më të ëmbëlat që kishin parë kohët e fundit, duke e vlerësuar edhe mënyrën e Kiarës për të ndarë momente spontane nga jeta e përditshme e familjes së saj. Momente të tilla të vogla, por plot dashuri dhe humor e bëjnë edhe më të veçantë lidhjen e kësaj familjeje me publikun. Kiara dhe Luizi, të cilët kanë qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes, po arrin që përmes fotove dhe videove të Lunës të përcjellin thjeshtësi, gëzim dhe një energji të pastër fëmijërie që i prek të gjithë. Dhe kjo është arsyeja pse çdo publikim i tyre kthehet menjëherë në lajm dhe shpërndahet me shumë dashuri nga mijëra ndjekës.